Si në filma, vjedhje spektakolare në 70 sekonda, grabitësit hyjnë në dyqanin luksoz të bijuterive dhe vjedhin $1.7 milion. Një grabitje spektakolare ka ndodhur në një dyqan luksoz bijuterish në qytetin Fremont në Kalifornia, ku një grup i madh personash të maskuar grabiti mallra me vlerë rreth $1.7 milion në vetëm pak më shumë se 1 minutë. Ngjarja ndodhi në 18 qershor 2025 në Argjendarin, Gumar Gjellers. Pamjet e kamerave të sigurisë publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara tregojnë momentin kur disa automjete ndalen përpara dyqanit dhe rreth 2 duzina të dyshuarisht të maskuar me kapuç të errët hyn brenda në mënyrë të koordinuar, të pajisur me çekiz, shkazma dhe çanta shpinë e grabitësit, thyen vitrinat e dyqanit dhe nxorën nga aty are diamante me shpejtësi të madhe, duke marrë 75-80% të inventarit të dyqanit. Sipas autoriteteve, gjithë grabitja zgjati jo më pak se 70 sekonda përpara se autorët largoheshin me automjetet që i prisnin jashtë. Pas grabitjes, të dyshuarit u larguan me disa makina të vjedhura që u shpërndan në drejtime të ndryshme, duke vështirësuar ndjekjen nga policia. Lexuesit automatik të targave nuk arritën të identifikonin automjetet, pasi ato rezultonin të ishin të vjedhura. Policia vendosi të ndiqte një makinë tip Acura me ngjyrë të zezë, e cila u përfshi në një ndjekje të rrezikshme nëpër zona të banuara të Fremontit. Sipas prokurorëve federal, automjeti kalonte makina të tjera në krah të kundërt, shkeli disa tabela ndalimi dhe arriti shpejtësi deri 80 milë në orë gjatë aratisjes së tij.